Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer sërish në TikTok ku do të flasim ditën e sotme për rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë dhe në pjesën e dytë do ndalemi tek gjeopolitika. Do ta fillojmë me zotin Ardian Elezi, të cilën e kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Elezi, përshëndetje. Përshëndetje nderuar, kënaqësi. Zoti Elezi, ndalemi tek Kosova, tek zgjedhjet që janë zhvilluar dhe rezultati i tyre deri më tani, ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nxjerr rezultatin e zgjedhjeve të parakoshme të 28 dhjetorit me 97.11% të dhënave të procesuara dhe prin këtu lëvizja vetëvendosja e Albin Kurtit, por më pas pasohet nga Partia Demokratike e Kosovës. Pyetja ime është se si e keni parë ju të gjithë zhvillimin e këtyre zgjedhjeve të parakoshme dhe ndërkaq edhe rezultatin e tyre deri më tani? Nderuar, është një surprizë për hir të vërtetës, është një zhvillim pozitiv për Kosovën, për të parë për treguar shkallën e demokracisë në atë vend, në kuptimin që ka një ndërgjegjësim të forcave politike, kur ato e shohin që ngërç që institucional, është i tillë saqë nuk çon në krijimin e këtyre institucioneve, kemi parasysh ato disenë e gjatë të procedurave mandatimin e kryeministit, çojnë çfarë një mungesë mazhorance, po themi relative, e cila mundson sipas kushtetutës zgjedhjen e kreut të qeverisjes. Dhe pikërisht nga ky ngërç u detyrua që presidenti i Republikës të bëjë dekretimin e zgjedhjeve të parakoshme dhe partitë politike ju nënshstruan këtij verdikti dhe fushata elektorale tregoi që nuk kishte akses njëra me tjetrën, por që për hir të vërtetës në dallim me historinë e zgjedhjeve të mëparshme në çdo vend ku opozita favorizohet pikërisht nga këto proceset elektorale të parakoshme, në rastin konkret tregoj që lëvizja demokratike, lëvizja vetëvendose e kryeministit Albin Kurti ka mazhorancë në atë vend për të treguar që ka një mbështetje të fortë pavarësisht akuzat të ngritura më së shumti për çështje jo që lidhen me qeverisjen, por për çështje për shkak të agjendës dhe narrativës që kishte zoti Kurti me faktorin dokumentar, me qendreset që ai kishte për çështjen e veriut të Kosovës, por dhe shumë problematikat të cilën në një farë mënyre e penalizuan Kosovën në raport me këto marrëdhënie, por koha e ka treguar që nuk kishin dhënë ky rezultat e tregoi më së miri që ato nuk kishin një efekt të tillë saqë ndikojnë në sjelljen e qytetarëve. Zgjedhjet treguan që zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendose kanë një mbështetje atje për shkak të agjendës së tij nacionaliste, një agjendë e cila vendos në tema të mbrojtjes së interesit kombëtar, të mbrojtjes territorit, e cila e ka dëshmuar në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit, për çështjet e barazisë sociale, drejtësisë. Në farë mënyrë zoti Kurti i ka ndet po themi këtyre parimeve të tij vetëvendosjes, dhe në farë mënyrë u bekua me këtë rezultat, madje mund të ketë qenë edhe për të i papritur, sepse po të shohësh atë që ai deklaroi që këtë rrallë fitoi Kosova, dhe populli u shpreh mes votës në dallimet e tjera ku gjithçka ja atribuoi vetëvendosjes dhe lidershipit saj. Në rastin konkret lidhi fitoren me Kosovën dhe dëgjua përdoresh një gjuhë më e tërhequr, një gjuhë më e butë dhe më diplomatike. Mesazhet ishin më të kontrolluara. Qartë. Zoti Elezi, çfarë mendoni se ka ndikuar në rritjen e lëvizjes vetëvendosje krahasuar këtu me zgjedhjet e fundit që u organizuan? Nderuar, ka ndikuar shumë faktorë, sepse kjo do të jetë objekti edhe një analize për të parë se si për të parë edhe sjelljen e elektoratit, i cili pas disa mandatesh qeverisë një forcë politike, në rastin konkret e lëvizjes vetëvendosje, e cila qeverisë për 2 mandate, po themi, po merr shërishtas një mandat tregon që i ka ndet besnik premtimeve për mbushjes tyre dhe ka ngjall një kimi, ka kriju një kimi me elektoratin dhe popullsinë, me elektoratin e Kosovës, por që ma tepër du në adresu të dopsia e opozitës, e mënyrës organizimit saj dhe mënyrë artikulimit për të parë një platformë përbashkët konkurruese përballë qeverisë, gjë e cila nuk u realizua dhe nuk u përmbushën këto pritshmëritë e tyre dhe pat një zhgënjim të popullit opozitar të Kosovës, dhe kjo është avantazhi i lëvizjes vetëvendosja dhe i Albin Kurtit, që kundër edhe vetë situata e brishtë
Rainale. Kemi parasysh që zoti Kurti ka dalë me tezën e një nacionalisti, me një agent mbrojtjes interesit kombëtar, siç e thash, në tezave të tij të vetvendosjes, ka treguar konsekuencë, madje edhe kundërshtarët e tij, edhe brenda po edhe jashtë kanë vlerësuar pikërisht këtë konsekuencë, gjë e cila edhe Departamenti i Shtetit, po edhe segmentet brenda Bashkimit Evropian e kanë vlerësuar e tillë i cili nuk u të ndu përballë presionet të tyre dhe i ndeti deri në fund të kësaj linje të ashpër qëndrimesh, po themi, dhe erdhi një moment edhe tërheqje, ku edhe vetë faktori ndërkombëtar u deshi që të reflektojë përballë marrëdhënies së saj me Kosovën, qoftë për sa i përket tërheqjes së penaliteteve, sanksione të ndryshme dhe reflektoi në një farë mënyrë edhe në nisur dhe nga situata jo vetëm brenda Kosovës së rajonit, po edhe nga ndikimi edhe gjeopolitik i zhvillimeve rajonale, dhe mendoj që janë shumë element, po kryesori është ajo faktori i brendshëm, opozita ishte e përqarë, nuk arriti të ngjallte besim në popullin, në elektoratin e brendshëm atje. Sikundër janë edhe të tjera, kemi parasysh fati i leadershipit opozitar kryesor të Kosovës është në gjendje në hak për gjykim, dhe ndihmot edhe mungesa e karizmave, e leadershipit karizmatik në gjithë spektrin e opozitar, pavarësisht të rreshtimeve ideologjike të tyre, ka qenë një faktor që li ka ndikuar në elektorat, dhe Kurti në dallim me këtë vakum opozitar e ka plotësuar më së miri se ka një profil leadershipi karizmatik, e ka dëshmu tashmë dhe Kurti identifikohet për këtë, dhe kuptohet edhe mënyra e qeverisjes e tillë ka qenë e tillë sa që nuk është paragjykuar dhe ndaj tij nuk ka akuza për sa i përket keqpërdorimit të pushtetit. Dhe qëndrimi, po themi, konsekuent të mbrojtjes të interesit kombëtar për çështjet të cilat janë tashmë të njohura, të gjitha së bashku të marrën në analizë fundit kanë kriju avantazhin ndaj lëvizjes vendosjes, por që edhe dëshira e popullit të Kosovës për të parë një qëndrueshmëri institucionesh për të vazhduar projektin e Albin Kurtit për një Kosovë më të sigurt, më të zhvilluar, dhe mos jetë një situatë e përqarë, një situatë krize të cilat nuk do të dëshironin, po nuk e meritonte populli i Kosovës, nisur nga fakti që një kohë shumë e gjatë u desh që të miratosh kreu kuvendit, po ndërkohë që nuk prodhuan ato institucionet qeverisë. Qartë, zoti Lezi, nga ana tjetër, LVV-ja ndiqet nga LDK, AK dhe lista më pas vazhdojnë edhe me nisma të tjera. Si e shihni të gjithë rezultatin e opozitës në këto zgjedhje, por sigurisht edhe rritjen e Partisë Demokratike të Kosovës? Nderuar, një farë mënyrë për ta të kjo fundit, Divizia Demokratike, Partia Demokratike e Kosovës, erdhi edhe për shkak një mobilizimi që u bë fronti opozitar ndërsisht rreth kujtmërojtjes së figurave kyçe të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kreu të partisë ndan zotit Thaçi. Janë disa mitingje të bëra në rang mbarkombëtar, jo vetëm Kosovë, po bën edhe në Shqipëri, në Maqedoni, edhe në vendet dhe Bashkimit Evropian në Hag. Në një farë mënyrë edhe këto e mbajtën të bashkuar këtë elektorat dhe treguan një forcë vullneti për të ndetë besnik Partisë Demokratike të Kosovës, leadershipit të saj, por që kjo vetëm të kjo parti u pa, një farë mënyrë për ta identifikuar atë si partia kryesore opozitare, dhe kjo është shoqëruar me një qëndrueshmëri dhe një qëndrueshmëri për sa i përket edhe rezultatit elektoral, dhe ku identifikohet si forca e dytë kryesore, si forca e parë opozitare, e cila mund të ngjallë shpresat për të nesmen e rotacionit. Në dallim me partitë të tjera, ku LDK ka tashmë është për të ardhur keq që partia kryesore e cila inspiroi ndryshimin dhe ishte promotore e lëvizjes për çlirim kombëtar me krye ish presidentin Rugova, liderin historik e saj, dhe mendoj që është në fazën e rënies të kësaj maturitetit të kësaj partie, ka një leadership pa karizëm, leadership butak në kuptimin e asaj që nuk ngjall besim dhe nuk ka aksion në politikë të cilit përgjatë kësaj periudhe e ka dëshmuar veten
Por nga ana tjetër dhe përçarja brenda saj. Kemi një erozion nga partia kryesore në atë kohë, sikundër edhe filtrimet që janë bërë pozitë-opozitë, her pas here nuk janë pa me sy të mirë edhe nga elektorati besnik i saj. Kemi parasysh shizma që ndodhi me Zoen Osmani edhe me filtrimet e tjera të cilët kanë ndodhur nga elementë e kësaj partie me pozitën sot, në një farë mënyrë kanë bjerë dhe besimin e qytetarëve të Kosovës apo elektoratit saj besnik në këtë parti që e cila ka shoqëruar me një rënje drastike edhe të numrit votave të saj. Nga ana tjetër, partitë e tjera nuk janë në nivelin e protagonizmit të tyre, por janë parti të segmentarizuara në krahinë të saktuara, lidhur kjo dhe me historikun e rezultateve që kanë pas, por që nuk janë shpërfaqur në gjithë territorin e saj. Kemi parasysh partia e Zotit Haradina ngelet një parti, po themi me një konotacion lokal, që janë ato votat e saj besnike në rajone të cilat ai ka pa historikisht dhe nuk kemi një rritje të tyre. Përkundazi një rënje, ndërkohë që partia e nismës e Zotit që i kishte si bastion Malishevën, edhe aty kemi një rënje dhe humbje të saj për të treguar që këto janë parti jo të mirë të organizuar, parti leadershipi që lidhet me emrin e personit dhe jo parti të mirë organizuar siç është partia populiste e vetvendosur, cila ka shtrihen e tij në gjithë kapilarët po që qoftë nga ana organizative strukturore, po edhe nga ana e gjithë territorit, e mbulon gjithë territorin. Sekundër edhe mesazhi i këtyre kandidatëve ka qenë më drejt për drejt, edhe strategjia e përzgjedhur e tyre ka ndikuar në rezultat të ngjallë në besimit të elektorat për t'i nejtë besnik partisë lëvizjes vetëvendosja, në mënyrë që të qohet sa më përpara ky projekt. Zoti Kurti ka ditë të luajë me mesazhet politike që ka përcjell, qoftë në kundërshtimin që faktorit ndërkombëtar, qoftë SBA-s, po edhe të dërguarit të saj, po edhe të Bashkimit Evropian, përkundër përpjekje për ta nda Kosovën, përkundër çdo tentative për të negociuar në kurriz të interesit, i cili çfarë nuk kishte siguri për të ardhmen e saj se si do të shkojë. Kemi parasysh gjithë ato konsekvencat të cilat i ka dëshmuar dhe ka përballë edhe Kosovë. Kemi parasysh Kosovës se një periudhë Zoti Kurti edhe u linçu nga faktori ndërkombëtar, madje këtë momentum nuk e shfrytëzoi opozita, por ajo pa që e fragmentarizuar dhe nuk që e koherente dhe nuk që e bashkuar. Dhe rezultati i këtyre zgjedhjeve më së miri e tregoj që Zoti Kurti është një hap përpara për sa i përket politikës në Kosovë atje. Është lideri kryesor i padiskutueshëm sot për sot. E shërzoj Lezi, nga ana tjetër, Albin Kurti i ka ftuar dhe partitë opozitare për bashkëpunim në gjitha çështjet ndërkombëtare. Ju vetë nga ana tjetër i shihni këto parti opozitare të kenë një ftesë serioze dhe më pas të pranojnë këto festa të zotit Albin Kurti? Mendoj që nuk do ta bëjmë atë gabim Zoti Kurti që qeverisë vetëm, pavarësisht faktit që rezultati i zgjedhjeve edhe mund t'ja mundsoj një gjë të tillë, por në këto do të jetë një çast i dritë shkurtër i tij, nëse do ta bëjë do të jetë gabim, sepse Kosova do të futet në një cikël krizash po themi institucionale, por mund të jetë edhe përballë një presioni ndërkombëtar i cili Zoti Kurti vetëm nuk mund ta suportojë atë. Kemi parasysh historikun e marrëdhënieve që ka kriju, pikërisht nga kjo duke u nisur nga fakti që populli ka zgjedhë dhe është ai, po themi, sovrani i cili do të qeverisë në emër tyre i vetëm. Dhe për të rritur një konsensus sa më të madh dhe gjithë pranuar, dhe kemi parasysh agjenda e integrimit të Bashkimit Evropian apo e gjithë organizatat ndërkombëtare, po sikundër edhe marrëdhëniet bilaterale me aleatin kryesor strategjik siç është SBA-ja, Zoti Kurti nuk do ta bëjë atë gabim që qeverisë vetëm pa pas në krah alatët disa parti, qofshin opozitare, por një spektër gjithë sa më të gjerë, në mënyrë që të jetë i gjithë pranuar dhe të jetë sa më legjitim kuptimin e mbrojtjes interesit të Kosovës. Dhe mendoj që ftesa e tij do të jetë e sinqertë, do të shihet rezultati i zgjedhjeve definitiv i cili do të certifikohet nga KQZ-ja atje, dhe mendoj që do të jenë edhe partitë e tjera të cilët nisur nga rezultati i tyre i papritur, do t'i afrojnë në dorën e bashkëpunimit
zotit Kurti, por duke parë një edhe interesin e tyre pragmatiste, sepse rezultati i zgjedhjeve tek e fundit është një kosto për ato, një mungesë legitimiteti për leadershipin, i cili në reflektim të rezultatit do marrin qëndrimet e tyre. Dhe më së miri edhe partia dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Lumira Digjiku, i cili deklaroi që ky nuk ishte një rezultat që do ta kishte lëvizja demokratike dhe nisur nga kjo, la që mundësinë e ndërheqjes tij, por që janë organet kryesore vendimmarrëse të partisë, që Këshilli Kombëtar dhe Kuvendi, i cili do të vendosi për agjendën dhe për platformën e opozitarizmit apo se si do të shkojë bashkëpunimi politik në tërësisht. Dhe mendoj që kjo situatë favorizon edhe partitë e vogla, të cilët tyre e shohin si një mundësi çfarë? Edhe të rrisin shanset e tyre për të mbijetuar politikisht, por edhe për të dhënë një kontribut për të ardhmen e Kosovës. Dhe parë në këtë ndërveshtim, besoj që zoti Kurti do ta lexojë verdiktin dhe votën e qytetarëve të Kosovës, që është një vot për vazhdimin e reformave, vazhdimin dhe forcimin e lidhjeve me orientimin gjeopolitik, gjeostrategjik euroatlantik të Kosovës me SBA-n dhe BE-n, dhe i vetëm ai është i humbri, mund të themi i humbri më i madh, sepse Kosova nuk e meriton që të ketë një ndërprerje të këtyre marrëdhënieve dhe një mungesë suporti nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, pikërisht nga fakti që zoti Albin Kurti u zgjodh, po duke ditë parasysh historicizmin e këtyre marrëdhënieve, ku zoti Kurti ka qenë kryeneç kokfort në të drejtën e tij legjitime, morale, politike, nisur nga ato parimet të cilet i ka deklaruar tashmë, janë bërë publike, parimet e vetëvendosjes, një sovranist i vërtet në kuptimin e asaj të cilet një lider i një shteti kërkon, ke parasysh edhe momentin në cilën ndodhet Kosova në një udhkryq, edhe për shkak përplasjes interesat të mëdha gjeopolitike, gjeostrategjike të aktorëve të ndryshme, të cilët e shohin Ballkanin si një zonë të trazuar në një moment të cilët mund shfrytëzohet për tyre, pikërisht edhe për shkëmbime për arritjen e marrëveshjes. Dhe për këtë arsye zoti Kurti është në të drejtën e tij në kërkimin e gjëra, por duhet të vëmë balancë atë që kemi thënë, të mundën me të drejtën. Të mundën kuptimin e tij se sa mund ai të arrijë objektivat e tij të drejta, sipas programit qeverisës, platformës tij kombëtare, por nga ana tjetër se sa do të jetë faktori ndërkombëtar në gjendje të jap atij këto mundësi, do na shaj balancë që i kemi thënë, mundra me të drejtën, e cila nganjëherë është edhe në përplasje me njëra tjetrën. Zoti Elezi, nga ana tjetër, pavarësisht se rezultati përfundimtar nuk është publikuar akoma, si mund të ndikojnë votat nga diaspora dhe ato me post në të gjithë rezultatin përfundimtar që do të jepet? Ndërro, kjo është një trend. Kur themi një trend, se edhe i cili u pa nga votuesit brenda Kosovës, cilën një pjesë e popullsisë jetojnë edhe jashtë. Kemi parasysh lidhjet që ka diaspora me popullsinë londineze, po themi popullsinë vendase në Kosovë, edhe ky trend vazhdon dhe historiku, po të referohemi dhe historiku të rezultateve zgjedhjeve të mëparshme, nuk kemi një cedim apo një ndryshim të fatit të rezultatit zgjedhjeve nga diaspora, përkundazi ka qenë lëvizja vetëvendosja e cila edhe në rezultatit e votave të diasporës ka qenë përcaktuese dhe kanë rrit edhe ndekun e këtij rezultati në favor të saj, dhe mendoj që do të ruhet ky trend dhe tashmë konfirmohet që lëvizja vetëvendosje do të jetë forca kryesore lëvizëse fituese e këtyre zgjedhjeve, për të treguar që është një popull i cili beson te kjo parti, te leadershipi i saj, dhe kemi parasysh janë shumë faktorë të cilët kanë ndikuar te ky rezultat. Janë dhe faktorët psikologjik, faktorët social, faktorët historik, faktorët politik përçarjes brenda, sekundë, edhe faktori ndërkombëtar i cili pavarësisht presionit, zoti Kurti ka treguar ADN-n e kombit, ka treguar forcën e tij si leadership dhe nuk i është nënshtuar atyre, madje ka qenë edhe kategorik dhe refuzues edhe në ligjërat drejt dhe në gjuhë edhe personale, fyse dhe me dërguarit edhe mediatorët të ndryshëm, ke parasysh retorikën e përdorur ndaj Grenit, ku në këndvështrimin e shumë analizave është parë si një lloj fyrje dhe mungesë etike, por që është lexuar ndryshe nga elektorat
i brendshëm qoftë Kosovës po dhe diasporës, gjë e cila nuk e ka ndikuar në votbesimin e tyre. Dhe mendoj që ky rezultat do të jetë i atij trendi dhe do të konfirmojë më së miri edhe një herë fuqinë që ka leadershipi i lëvizjes vetëvendose dhe kurtit si leadership sot për sot në po themi në skatirën politike të Kosovës. E qartë, mirë, zoti Elezi, për ta mbyllur shkurtimisht, cilat mendoni se janë sfidat kryesore që presin tashmë Parlamentin dhe qeverinë e re të Kosovës? Nderuar Parlamentin dhe qeverinë e para konstituimi i tyre dhe nxjerrjen e organeve si shprehje e vullnetit të dalë me një rezultat elektoral i cili certifikohet dhe nuk kontestohet. Kemi parasysh që tu kemi edhe një sukses dhe një fitore demokracisë ku në dallim edhe me vendin tonë dan rezultati i zgjedhjeve këtu certifikohet dhe opozitarët e urojnë fituesin. Ishte rasti i urimit zotit Abdigjiku ndaj zotit Kurti, cili është një mesazh dhe sinjal i mirë që edhe këto të bëhen edhe në vendin tonë që nuk ka ndodhur. Sfidë tjetër është krijimi i këtyre institucioneve, konstituimi i parlamentit dhe i organeve të tjera qeverisë, arritja e një konsensusi brenda për brenda, dhe përcaktimi i një agjende të përbashkët kombëtare, kur themi barkombëtare brenda Kosovës, por në harmoni edhe me gjithë faktorin shqiptar gjithandej në mënyrë që të jetë një agjende unifikuar për sa i përket proceseve integruese apo marrëdhëniet bilaterale, qoftë me BE-n, qoftë me organizatat e tjera globale, po sikundër edhe me partnerin kryesor strategjik SHBAN, në mënyrë që të konvergojnë interesat midis palëve. Kemi parasysh këtu që kjo është një konstante gjeopolitike e pandryshueshme për shkak të rrjedhave historike të kohës që ne kanë diktuar dhe është fati jonë që SHBA-ja është për krah nesh dhe dan Kosova në rastin konkret dhe kuptohet do të jetë mirë përgatitur dhe mirë vendosur për sa i përket edhe agjendës për marrëdhëniet me fqinjet, me Serbinë dhe të mos cedojnë ato qëndrimet, të normalizojë dhe përmirësojë marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar dhe në asnjë rast mos cedojnë këto marrëdhënie nisur nga konsiderata personale, por përkundrazi gjithë faktori brendshëm politik duhet të jetë një zëri dhe një nga arsyet edhe shkaqet që edhe vetë opozita ka dështuar është që ajo nuk kishte një agjendë përbashkët dhe bindse për sa i përket marrëdhënie me faktorin ndërkombëtar, sepse zoti Kurti i kishte tekalu këto, do thotë ai koha i dha të drejtë se ishte në të drejtën e tij morale dhe politike në kërkimin dhe mbrojtjen e atyre interesat të cilët i bën ishin në favor të Kosovës, dhe ai sfida është krijimi i institucioneve, zhvillimi i projekte, ofrimin e shërbimeve qytetarëve të Kosovës, sikundër edhe sfida që lidhen me shtetin ligjor, me luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit, me mbrojtjen e territorit, ruajtjen e sovranitetit, sikundër edhe përmirësimin e marrëdhënieve me faktorin ndërkombëtar për sa i përket dialogut, çështjet të lëna pezull, normalizimin e tyre dhe kuptohet edhe unifikimi i një gjuhë, sikundër edhe ajo konsensi të kërkohet edhe për arritjen e dakordësisë për zgjedhjen e presidentit, i cili kërkon një mazhorancë, po themi 80 vota plus, e cila kjo do të jetë sfida rrallës institucionale, që në prognozë saj zoti Kurti do të marrë masat në mënyrë që mos të ketë rrisje përsa i përket një krize të re institucionale dhe për këtë arsye qeverisja do të jetë me bazë gjerë. E qartë, mirë, zoti Elezi, ne kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjithë informacionet. Ti amortizoj më mirë edhe këto sfidat e prisme. Ju falenderojmë shumë. Të përshëndes, nderuar kënaqësi edhe nga zemra për urojime dhe gëzuar vitin e ri, festat mbara. Gëzuar edhe për ju, gjithë të mirat. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë ku folëm për rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë me zotin Ardian Elezi. Do ta mbyllim këtu këtë pjesë të parë, rikthehemi në pjesën e dytë për të ndalur të gjeopolitika.